Deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić kanë ndezur sërish debatet politike në rajon, duke thelluar përplasjet verbale me përfaqësues të institucioneve europiane. Gjatë një tubimi publik, ai ka ofenduar eurodeputetin Sandro Gozi, duke e cilësuar si lobist dhe duke vënë në pikpyetje identitetin e tij kombëtar, një qasje që është konsideruar si e ashpër dhe përçarëse në diskursin politik. Në të njëjtën linjë, Vučić ka kritikuar edhe qëndrimet e Gozit dhe të tjerëve që mbështesin pavarësinë e Kosovës, duke i akuzuar për qëndrime kundër Serbisë dhe për përdorim të retorikës së rëndë ndaj saj në arenën ndërkombëtare. Këto deklarata kanë reflektuar tensionet e vazhdueshme mes Beogradit dhe disa figurave europiane lidhur me çështjen e Kosovës. Nga ana tjetër, Sandro Gozi ka reaguar duke e sfiduar Vučićin për një debat publik, duke propozuar që përballjet të zhvillohen në Bruksel ose Beograd, por që ky i fundit e ka refuzuar. Me këtë sjellje, apo ekspozohet gjithnjë më shumë Aleksandar Vučić para partnerëve ndërkombëtar? Maraj, mos respektimi i marrëveshjeve po e rrit rrezikun për rajonin. Në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot ka folur opinionisti Milazim Maraj. Opinionisti thotë se përplasjet e Vučićit me zyrtarët ndërkombëtar si Sandro Gozi tregojnë një ashpërsim të diskursit të tij politik që po kalon edhe në arenën europiane. Ai sugjeron se këto reagime mund të lidhen edhe me tensionet personale dhe polemikat rreth origjinës së tij, të cilat ndikojnë në sjelljen e tij politike. Shqetësimet e Vučićit kanë kaluar tani në kufijtë e gadishullit ilirik. Ai tani përplaset edhe me ndërkombëtarët. Gjatë një takimi Vučić u përplas dhe ofendoi eurodeputetin italian Sandro Gozin, duke i quajtur kështu lobist për pavarësinë e Kosovës, njëri që Serbinë e quan shtet genocidial, por jo vetëm kaq. Ai e konstaton që ky nuk po ditka as cilës kombësi takon. Ku dhëmbi shkon gjua, thot fjala e urtë shqipe. Vučić ka problem me origjinën e tij të diskutueshme. Gazetat kroate të Kosovës e tjerë kanë pasur shpesh herë temë origjinën e tij. Ky slogan për origjinën e tij thirret edhe gjatë protestave në Beograd dhe qytete të tjera serbe. Ato nxorrën edhe fotografitë e babës zyrtar të Vučićit dhe foton e kolegut të nënës së Vučićit, me të cilin Vučić përngjajnë si të ishin kopje. Ky është shumë herë e mohon këtë, por nuk arriti të bindë kënd për këtë. Madje nuk pati guxim të bëjë asnjë analizë ADN-je. Duke që këtë gjendje ta publikoi, e ka përjetuar shumë rënd, andaj tani e përfoli edhe një herë si akmarrje ndaj deklaratës shumë të arsyeshme të eurodeputetit Sandro Gozi, u shpreh ai. Duke vazhduar, opinionisti vlerëson se Sandro Gozi ka treguar qëndrime të forta ndaj Vučićit, duke sfiduar për mos përmbushjen e marrëveshjeve dhe duke e ftuar në debat publik, ku sipas tij presidenti serb po shmang përballjet. Ai e paraqet reagimin e Vučićit si shenjë dobësie dhe izolimi politik, duke argumentuar se Serbia po përballet me rënje të besueshmërisë ndërkombëtare dhe me ekspozim të së kaluarës së saj të dhunshme, ndërsa retorika e tij po bëhet gjithnjë e më mbrojtëse dhe agresive.